Zonja Gjosha, përshëndetje. Përshëndetje. Atëre, Britania e Madhe sigurisht që ka shkaktuar një tërmet të vërtet, jo vetëm në Europë, por në të gjithë botën me vendimin për largimin nga Unioni. Nga pikpamja e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, sigurisht që tashmë është një vend bosh në blokun e Unionit, janë 27 vende. Çfarë do të thotë ky vendim për Shqipërinë? Në rast parë kjo është një tjetër ditë që historia shënon mjaft të trisht për Bashkimin Evropian, por edhe për vetë britanikët do ta cilësoja kështu për faktin sepse rinia ka votuar në masë për të qëndruar brenda familjes madhe europiane. Për sa i përket procesit të zgjerimit, unë do të thoja që projekti europian vazhdon dhe edhe me largimin e Britanisë Madhe do doja që këtë ishte një mesazh i fortë për zgjerimin e mëtejshëm të Bashkimit Evropian dhe për të marrë në gjirin e tyre ato vende të cilat aspirojnë të bëjnë pjesë e BE-s. Për Shqipërinë, ky është një mesazh që ne duhet të vazhdojmë përpjekjet tona për të qenë dhe për të arritur standardet europiane, sepse në vetvete procesi për ne është patjetërsueshëm, i patjetërsueshëm për ndërtimin e një shteti demokratik, për institucionet forta dhe me standardet europiane. Kështu që gjithnjë këto mesazhe në fakt negative që vijnë nga Britania e Madhe me këtë referendum, unë do të shpresoja që të ktheheshin në një forcë më të madhe për Europën për të vazhduar projektin e madh me cilin kanë nisur. Po sa do të ndryshojnë me këtë vendim ekuilibrat e Bashkimit Evropian? Kjo patjetër që do të kërkoj edhe një reformë të thellë të vetë Bashkimit Evropian për ta modernizuar atë dhe për të përshtatur kërkesave të gjitha vendeve anëtare. Përpjekjet vazhdojnë, por në fundit si çdo familje, patjetër që brenda tyre kanë edhe konfliktet, kanë edhe çështje që duhen diskutuar. Megjithatë, për Shqipërinë procesi vazhdon, projekti vazhdon dhe patjetër ne jemi të bindur dhe jemi të vendosur për ta çuar më tej të procesit. Megjithatë, zonja Gjosha, priten edhe efektet domino të jenë të pranishme dhe të menjëhershme. Çfarë mendoni se mund të ndodhë? Çfarë parashikohet më saktë? Doja t'ju pyesja edhe një herë lidhur me efektet domino që mund të shkaktojë dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Patjetër që ka vende të cilat gjithmonë kanë qenë skeptike për qëndrimin e tyre brenda Unionit. Megjithatë, ky është tashmë një vendim që duhet të takojë institucioneve dhe të gjithë vendeve anëtare. Patjetër që do të ketë reagime mjaft të forta dhe nga vetë liderat e Bashkimit Evropian për të parë mundësinë realisht të qëndrimit të gjithë këtyre vendeve, por dhe për t'i ofruar atyre pjesën më të mirë pra për qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Kam ndjenjen që gjërat do të ndryshojnë, ndoshta dhe filozofia e Bashkimit Evropian, por baza nuk mund të ndryshojë, ai që është procesi i zgjerimit, sepse është i domosdoshëm dhe patjetër i patjetërsueshëm dhe për vetë Bashkimin Evropian. Megjithatë, duhet pranuar që kemi edhe një rritje të euroskepticizmit, apo jo? Patjetër që mund kemi, por siç e theksova dhe në fillim, për ne është një proces i jashtëzakonshëm, një proces që realisht ndikon thellë në reformat që ndërmerr vendi, një proces që ndikon thellë në ndërtimin e një administrate publike profesionale për të arritur standardet europiane kështu me radhë. Kështu që unë do të thoja që ne duhet vazhdojmë me të gjitha forcat dhe me gjithë vendosmërinë tonë shumë të madhe politike dhe favorizuese që e kemi për procesin e zgjerimit për të çuar Shqipërinë më tej. Po sa janë shanset që edhe vendet të tjera të ndjekin pra shembullin e Britanisë Madhe për të vendosur për t'u larguar nga Unioni, duket sikur ka psuar, jo në fakt nuk duket, po ka psuar një tronditje shumë të fortë Unioni. Ka një tronditje, ka disa vende të cilat mendojnë që pse jo të çojnë dhe ato një vendim të tillë në referendum, por unë kam bindjen që Bashkimi Evropian patjetër do të bëjë diçka, jo vetëm për të mbajtur këto vende brenda Unionit, por edhe për të përshtatur politikave dhe të qytetarëve të tyre, sepse janë pikërisht është një forcë e madhe që vjen nga vetë qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe që duhet respektuar në fakt ashtu sikur
kundër ne respektojmë dhe votën sovrane të vetë britanikëve. Megjithatë, BE-ja duhet të arrijë për të mbajtur të 27 vende tashmë në gjirin e saj.